Është zhvilluar në Shkodër konkursi Shkodra Youth Speech me pjesëmarrjen e një grupi të rinj. Aktiviteti u paraprej nga një përgatitje disa mujore me ekspert amerikan të komunikimit, ku të rinjt përvetësuan dije mbi të folurit në publik. Mbyllim sot konkursin Albanian Youth Speak, që organizohet për herë të dytë në Shkodër me nxënësit me maturantët e shkollave të mesme. Procesi fillon qysh në tetor, kur fillon viti akademik, ne I seleksionojmë studentët të cilët aplikojnë për konkursin, ata trajnohen për 2 javë prej profesorit që ka ardhur prej Amerike dhe ka 3 faza në të cilat kalojnë në konkurim. Kjo ishte faza finale dhe sot kena shpall 3 finalistët. Si fillim kanë marrë pjesë 26 student, trajnimin e kanë zhvilluar 17 studentë, ndërsa në finale kanë qenë 15. Fituesja e këtij konkursi u shpall Angela Pukri, e cila solli për juri në rrëfimin e historisë së jetës së saj. Vi nga gjimnazi atë pjetër me shkolla, këto kam marrë eksperienca shumë dobishme për jetën, di se nuk kam marrë eksperienca këto, kam I përdorur tan jetën time, edhe jam shumë e lumtur për fitoren. Mendoj se kjo eksperiencë ishte fantastike për mua. Është shumë e rëndësishme për të zhvilluar këtë aftësi që të përparojmë sa më shumë në jetë. Përveç se shërbim për festivalet mëdha si kjo që kena bën ne, shërbim shumë edhe për ditëshmëri. Trajnimit që kena përfituar prej zotnit Bart Queen na ka ndihmuar shumë edhe në përditshmërinë komunikim edhe në festivalet mëdha. Ky aktivitet që tashmë po kthehet në traditë është zhvilluar fillimisht si një trajnim I ndarë në disa faza, ku nxënësit mësuan nga trajnuesit amerikan si të flasin në publik.